Po të shikojmë realitetin se si funksionon interneti, si funksionojnë rrjetet sociale, shikojmë që aty ka plot gjëra të mira, por ka dhe shumë gjëra të këqija. Ka plot gjëra pozitive, ka dhe gjëra negative. E gjithë çështja është tek pyetja, në fjalë më kryesore, mendoj se duhet të jetë ka më shumë të mira apo ka më shumë gjëra të këqija. Po ti pyesësh njerëzit, shumica atyre do thonë që ka shumë gjëra të këqija. Ndoshta e keqja e sundon të mirën. Disa të tjerë thonë jo, është e kundërta, ke plot gjëra të mira, varet se çfarë kërkojnë njerëzit nga rrjetet sociale, varet se çfarë kërkojnë njerëzit nga interneti. Dhe tani ne nuk jemi këtu për të dhënë atë përgjigjen kryesore, por mendoj se nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale, njeriu mund të gjejë të mirën, por mund të gjejë të keqen. Problemi është se nëse futesh dhe kalon kohë, harxhon kohë, vet interneti është ai i cili do të vjedh kohën tënde, energjitë tua dhe vëmendjen, siç përmendëm në emisionet të kaluara. Ishin tre pika shumë të rëndësishme që njeriu është i vjedhur në ato të treja dhe përrjedhoj është i vjedhur dhe në të ardhmen e tij. Dhe gjithmonë nëse do të analizojmë çështjen se interneti ka ta quash plot gjëra të mira, po menaxhimi atyre gjërave si do të bëhet, aq më tepër në çështjen e formimit të mirë dhe identitetit. Nuk mund të formohet një identitet i vërtet nëpërmjet internetit, nëpërmjet rrjeteve sociale, për të vetëm në arsye se aty janë tubuar, janë mbledhur të gjithë kategoritë e njerëzve. Dhe të gjithë është sikur një treg. Është shumë e lehtë që është një treg, po, është një treg shumë i madh dhe ky treg kaq i madh secili fton në artikujt e tij, në produktet e tij. Dhe këto produkte kemi të mira, kemi edhe të këqija. Edhe pse për një njeri me vlera, për një besimtar të mirë, për një musliman të vërtet, për një njeri i cili don që të arrijë të ketë një jetë të suksesshme, dhe don të formohet në formën më të mirë, nuk është interneti vendi apo rrjetet sociale që ky mund të formohet në formën më të mirë. Aq më tepër për të ndërtuar dhe formuar identitetin e tij, sepse më së paku, nëse ai do të ruhet nga gjërat e këqija që përmban interneti, nga gjërat e këqija që përmbajnë rrjetet sociale, e ka të vështirë të menaxhojë kohën, ka të vështirë të menaxhojë vëmendjen e tij, sepse është një oqean informacioni. Është një oqean, domethënë, veprimtarish që njeriu jo vetëm të rinjt, madje edhe të mëdhenjt hutohen.